kauza jote është e jashtëzakonshme. Ne shpirtërisht psikologjikisht kemi mbështetur, di pse, se mendojmë që betejë jote kundër vjedhjes votës, që unë mendoj që është korrupsioni primar në vend, do jetë një gur themeli për luftën e madhe kundër korrupsionit madh që akuzohet që bëhet në këtë vend. Që unë të uroj sukses. Ti mendon që do t'hy spaku në këtë apo ti mendon që mjafton Kasi, mjafton KQZ-ja, mjafton betejë jote, ke aleat apo s'ka aleat, kë ke kundërshtar, ne si 364 kemi mbështetur, po a mjafton nuk e di. Kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumrim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, jam nënshtruar disa seancave, fillimisht nuk jam legjitimu, e gjithë lufta ime tani është për legjitimim, sepse kundërshtoj kodin zgjedhor që nuk legjitimon kandidatët për mi u drejtu KQZ-s që të hapin dhe të rinumërojnë votat e veta. Nësa po dëgjuam doktori që tha që gjithë janë të lirë, tha. Jo, dakord, kjo është tjetër gjë, unë po them çfarë parashikon ligji. Ka gjë doktori këtu apo thot kod? Kodi zgjedhor parashikon që janë vetëm partitë politike që vendosin lëvizje Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për me hap kutitë. Unë gjykoj që ky është një ligj antikushtetues dhe e gjithë betejë ime është parimore tani që brezat që do vinë, kandidatët e tjerë, se unë mund mos jem kandidat për deputet, të legjitimohen për me pa votat e veta. Përderisa ne jemi në listë hapur, kemi marrë votat tona, të shkojmë dhe të kërkojmë rinumërimin e votave në këtë rast. Dhe unë mendoj që kjo jo vetëm që është antikushtetuese dhe i kam kërku Kasit që për mendimin tim nuk është thjesht një organ administrativ. A u rrëzua kërkesa juaj apo është rrëzuar kërkesa? Është rrëzuar. E di pra po unë me atë. Po flas për problemin më të madh. Po flas për problem më të madh. Që thotë Komisioni i Venecias dhe OSBE Diri i kanë thënë ligjvënësit shqiptar, parashikoni dhe futini kandidatët që t'jenë legjitim proces. Këta nuk e kanë reflektuar këtë gjë, ligjvënësit shqiptar. Prandaj unë sot jam drejtu kolegjit zgjedhor, na rrëzoi dhe kolegji zgjedhor, nuk e di a keni marrë vesh ju apo jo. Unë kam marrë vesh, po. Shumë mirë, tani do shkojmë gjykatë kushtetuese. Në vëmendjen time. Po, ne tani do shkojmë gjykatë kushtetuese. Kur rrëzojnë të institucionet, po ne po mirë ka që pati dhe... Ne do shkojmë në gjykatë kushtetuese. Tani rrugët për me hap kutitë, unë kam ndjek 4 rrugë. E para si Aulon Kalaja, si kandidat. Gjykata kushtetuese është pak e mërzitur se nuk është miratuar kjo shtesa rrogave. E kanë kërkuar 700 euro më shumë më këtë dëgjuar. Unë jam shumë dakord me këtë, me të thënë vërtet. Edhe unë jam dakord, se mos i marrë 700 euro. Që mos të korruptohen, rriti rrogën. Si që dakord kryeministri kështu me siguri që nuk do bëhet, po ajo çështje tjetër. Tani çfarë ndodh? Unë do shkoj në gjykatë kushtetuese normalisht për me kërku drejtën time, pastaj në rast se kushtetuesja nuk na miraton, do shkojmë në Strasburg se s'kemi rrugë tjetër.